Duke nisur nga dita e diel, nis edhe përmirësimi i motit në vendin tonë pas shumë ditësh me shi. Sinoptikanët parashikojnë se ditën e shtunë parashikohet të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme, me rreshje shiu me intensitet të ulët në zonën e jugut të Shqipërisë, por nuk do të mungojnë po ashtu edhe shtrëngatat e afat shkurtra, kryesisht përgjatë relieveve malore. Era do të fryjë nga drejtimi në kuadratin e jugut me shpejtësinë 8 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare era është parashikuar se do të fitojë shpejtësi deri në 15 metër për sekond, duke bërë që valzimi në det jetë i forcës 3 deri në 4 ball. Përmirësim të kushteve atmosferike pritet sipas sinoptikanëve dita e diel dhe javën që presim, falë ndikimit të masave ajrore me origjinë jugperëndimore relativisht të thata, e cila do të bëjë që kushtet atmosferike të përmirësohen dhe parashikohet po ashtu që moti të jetë i kthjellët me vranësira të pakta deri në mesatarisht përgjatë relieveve malore. Për sa i përket kushteve termike, temperaturat në vlera maksimale përgjatë fundjavës parashikohet të jenë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa në javën që presim temperaturat parashikohet të kenë rënje. Në vendet malore parashikohet të variojnë nga -1 në -10 gradë Celsius. Në vendet malore parashikohet të variojnë nga -1 në 10 gradë Celsius. Në vendet e ulta 2 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet 3 deri në 16 gradë Celsius.